Mysafirët e qytetit më jugor të Malit të Zi do të kenë mundësi të kënaqen me datën 21 dhe 22 qershor me një spektakël të veçantë, një defile mahnitës si veturave të vjetra, i cili do të nisë në orën 20 në plazhin e vogël të Ulqinit. Kjo ngjarje tashmë tradicionale organizohet për të 17-ën herë me radhë nga klubi Ulcinium, me mbështetjen e organizatës turistike të Ulqinit. Përveç pjesëmarrësve vendas, priten edhe mysafirë nga vendet fqinje si Kosova, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia, të cilat do ta pasurojnë këtë aktivitet me koleksionet e tyre unike të automjeteve klasike. Për më shumë rreth këtij organizimi, na tregoi edhe njëri prej organizatorëve, Dasho Draga. Për përgatitjen e takimit të radhës, ka disa muaj që jemi në aktivitet, dhe besoj që deri në momentin që flasim, pothuajse janë rrumullaku gjitha procedurat që më shku mu më rëvajt ky takim. Po ky takim tashti marrin pjesë disa shtete të regionit, si Kroacia, Bosnia e Hercegovina, Serbia, Kosova, Maqedonia, Shqipëria, normalisht edhe Mali i Zi. Gjithsejt me 30 vetura, mjete motorike, mund të shprehni, 30 vetura, do të fillojnë nga dita e shtunë dhe do të marrojnë ditën e hënë të masmëngjezit. Cili është vend takimi i tyre që ato do të organizojnë? Po, organizata turistike e ka organizuar edhe një takim të shtunë e mramje, në Ranë, poshtë, në Prishtinë, që do të jetë një si tip reklamit për makinat e vjetra. Pastaj dita kryesore e takimit do të bëhet, si thonë të vend takimi do të bëhet në hotel në Trent, ku do të bëhet edhe një koktej me rastin e hapjes. Pastaj gjithë oldtimeret, gjitha ato veturat me të ftuar dhe me pjesëmarrësit do shkojmë për në kraj, ku kemi në restoranin Votra, kemi një drek për gjithë. Sa ishte i rëndësishëm ky organizim për qytetin e Ulqinit dhe sa janë të interesuar ndoshta edhe ulqinakët, por edhe sa marrin pjesë? Ka ulqinak që kanë mjete të tilla? Por në krahasim me qytetet tjera, ne jemi pak më të vonuar, arsyet janë të ndryshme, por megjithatë ka. Sa i përket pjesëmarrësve nga Ulqini, kësaj radhe kemi diku rreth 4 vetura, një ishte viteve 50, ndërsa 2 janë viteve 60 dhe një viteve 70. Po organizata turistike është promotori i kësaj veprimtarie, është sponsori kryesor, tu i falenderoj udhëheqjes të organizatës turistike me drejtorin e organizatës turistike dhe ekipin e tij, edhe komuna e ka dhënë pjesën e vet, njaq sa ka pas mundësi, dhe ka dhe sponsor tjerë kështu që janë sekundar. Tashti është pak vështirë të bësh një ndryshim nga vitin e vet, por ky vit është pak më i organizuar për disa kushte tjera, çështje tjera, edhe më duket se ja kemi arrit qëllimit me mritat majën e finales, sa i përket kategorisë së organizimit. Kështu që nga Shqipëria dhe nga Kroacia marrin pjesë disa makina që janë elit, po thujnë të 2 shtete. Kurse nga Mali i Zi, Kosova dhe Serbia marrin pjesë makina që janë kategorisë mesme, edhe nga Mali i Zi. Kështu që ne jemi të kënaqur me pjesëmarrjen që do të bëhet, edhe besoj që do shkojnë mirë deri në fund.